Parlamenti i Shqipërisë zhvilloi seancën e fundit plenare para zgjedhjeve të përgjithshme të 11 majit. Kuvendi do të ndërpres punimet pasi deputetët do të zbresin në terren për të kërkuar votën e sovranit. Parlamenti do të rinis punën dhe do të mblidhet në seancë vetëm në datën 20 maj, por në rast nevoje për miratimin e një nisme të rëndësishme ligjore, atëherë ligjvënësit do të rikthehen në sallën e kuvendit. Në këtë seancë, kryetaria e kuvendit Elisa Spiropali bëri një bilanc të aktivitetit parlamentar, duke nënvizuar reformën zgjedhore që mundësoi votën e diasporës. Legjislatura e 10 ka qenë më tepër se çdo legjislaturë tjetër dedikuar integrimit evropian të Shqipërisë, theksoi kryeparlamentarja. Nga një ëndër, antarësimi evropian është sot një realitet i afërt dhe i prekshëm. Gjatë kësaj legjislature e shpum Shqipërinë para portave të Bashkimit Evropian. Objektivi ynë strategjik kombëtar, Shqipëria në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030 dhe mbyllja e negociatave teknike brenda vitit 2027 ka mbështetjen e institucioneve evropiane një zëri. E kam konstatuar këtë mbështetje gjatë gjitha takimeve që kam zhvilluar me kryeparlamentar të vendeve të Bashkimit Evropian. Seanca plenare e kësaj të hënë nisi me vendimin politik të mazhorancës socialiste, e cila rrezoi kërkesën e kreut të grupit demokrat Gazmend Bardhi për të përfshirë në rendin e ditës zgjedhjen e avokatit të ri të popullit. Ne nuk tentojmë dhe nuk kemi propozimet tonat, ne duam të diskutojmë mbi bazën e propozimeve të opozitës. Unë e kam bërë këtë ftesë edhe të hapur, deri tani nuk kemi asnjë reagim. Deputetët demokrat mungonin në sallë. Nga opozita i pranishëm ishte vetëm deputeti i Partisë së Lirisë Petrit Vasili, sipas të cilit prej 3 vitesh mazhoranca nuk jep konsensus për zgjedhjen e avokatit të popullit. Vetëm gjë që mund të bënte mazhoranca ishte pa zgjatur fare të votonte, të jepej fund të turpit 3 vjeçar, të bollë të fshihej mbas disa kulisave që kur ka qenë opozit i ka pretenduar me të madhe dhe i ka mbërritur që ti kishte. Në seancë deputetët miratuan anëtarët e Këshillit Drejtues të Radio-Televizionit Shqiptar, si dhe kryetarin e këtij Këshilli Drejtues, Fatjon Hoxhalli. Gjatë gjithë kohës së zhvillimit të diskutimeve në seancë, salla ishte pothuajse bosh. Duket se deputetët që janë në lista, mendjen e kanë tek fushata, ndërsa të tjerët që mbeten jashtyre janë pajtuar me fatin që u është rezervuar, duke përfituar mandatin e deputetit deri në fillim të shtatorit, kur do të nisë punë legjislatura e re e dal nga zgjedhjet e 11 majit.